Dragan Stojković pësoi humbjen më të madhe të karrierës së tij sportive të shtunën në darkë kur tifozët e detyruan të jepte dorëheqjen si trajner i Serbisë gjatë ndeshjes ndaj Shqipërisë. Ai u ngrit në këmbë, ngriti duart lart dhe përshëndeti turmën duke lënë zëvendësin që të drejtonte ekipin në minutat e fundit. Stojković konfirmoi dorëheqjen pak minuta pas sfidës dhe braktisi ekipin e Serbisë para se të udhtonte drejt Andorrës për ndeshjen e radhës. Ky veprim është mirëpritur nga tifozët serb dhe nuk ka kaluar pa kritika, dhe një nga njerëzit që ka kritikuar gjithmonë ish futbollisti Rade Bogdanović ka lëshuar bombën e radhës duke zbuluar një shumë arramense që Stojković ka fituar në vitet e tij të drejtimit të Serbisë. Mbritja e tij solli një ringjallje që zgjati pak. Askush i gjallë në këtë tokë nuk do të lejonte atë të merrte një rrogë prej 11 milion eurosh nga federata për 4 vite e gjysmë pa arritur rezultate. Ai ishte shumë e fat që disa njerëz mendonin se mund ta bënte një gjë të tillë. Tani kemi përpara një kapitull të ri. Ne kemi një trajner i cili nuk pranonte kritika, por që duhet të kuptoj se rroga e të cilit ishte sa e 70 kirurgëve më të mirë. Kjo është arsyeja pse ai duhet të jetë i hapur edhe ndaj kritikave, tha Bogdanović, i cili e ka sulmuar gjithmonë publikisht Stojković. Në mediat serbe shpjegohet se Stojković kishte një rrogë fikse prej 1.4 milion eurosh në vit, por me bonuse të rëndësishme që mendohet se kanë çuar në shifrën marramense të 11 milion eurove të fituara nga ai në këto vite në drejtim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.